edhe nuk i di arsye, domethënë. Nuk e di a i din shtëpia. Sidoqoftë, debat interesant, edhe vlen të theksohet dy momente, sipas meje. E para është shfaqja e këtij zotnisë si e pa emrin, Shaban Miftari, i cili kandidimin e bën për me i dhënë një hën edhe me i emancipu të gjithë këta kandidatët tjerë në një çështje që Kosova ande është tepër mbrapa. Mos them është askund për trajtimin e personave me nevoja speciale ose specifike, merrni ç'është doni, sepse edhe me vetë termin ka probleme të mëdha jo vetëm na, po gjithandej edhe në perëndim. Ajo këta njerëz si na, do thotë janë si na. Kanë shpirt dhe mendje, por që kanë probleme shëndetësore me të cilat do thotë shoqënia duhet të preokupohet. Dhe secila familje, si ky rasti i zotnisë Shabanit, që ka fëmijë të tillë, është familje për respekt në shtetin, në Republikën e Kosovës, është familje heroike, sepse nuk ka ma heroizëm se sa me rrit dhe eduku një fëmijë i cili kërkon më shumë se fëmijë tjerë. Prandaj është heroizëm. Prandaj ky falënderit kushtimit, edhe ty Arben që e ritheksove, qitë në pa një problem me të cilin do të doj pikrisht të tjere të mire, e jo pikrisht ky prind, ky qytetar, ky zotni, i cili kandidon në vushtri për me qelë një shkollë për fëmijët me nevoja speciale. Dhe kjo për mua është fasionante, kur ka aq energji pozitive në vetë vetën, kur ka aq guxim, sa që e bën këtë. Dhe momenti i dytë, për e thëmë shpejt, një zoj e zoja, do thotë një deputete e cila me të vërtet ka qenë zonë i vushtrisë, dhe përballet me 5 burra aty, ka gjo guxim, qytetar, edhe patriotik kisha me thonë, dhe në debat domethënë është njëna prej zonave, kjo zonja i Zmakut, fuqishëm. Mungesa thash e kryetarit aktual e qetën pa ish kryetarin e përfaqësues në LDK. Qafer Tajirin, po? Gjafen, sepse i nje rrethonat në vushtri dhe ka qeveri